Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument jemi përsëri në një argument që po zjen këtë javë, janë zgjedhjet në Kosovë, natyrisht të gjithë bashkëdhetarët kudo që janë në diasporë janë dhe përjetojnë dhe ata dhe emocionet e zhvillimeve politike në Kosovë aq më tepër, aktivistë të tillë si miku jon Agim Aliçkaj, drejtues edhe organizativ i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane. Zoti Agim, mirë se erdhët edhe një herë. Të shpresojmë që mos ju thrasë javën tjetër, të kenë zgjidhur problem. Argumenti po vazhdon që 2 vjet, zoti Rafael, faleminderit për mundësitë që bashkëbisedojmë. Shpresoj që duhet bëhet mirë për Kosovën, edhe për mbar kombin tonë, duhet. Që mos mbetemi vetëm tek duhet, po të argumentojmë edhe çështjet e tjera. Si e shihni ju një koalicionin e krijuar kohët e fundit midis ish presidentes Osmani dhe ish partisë së saj LDK-s? Si e vlerësoni nga pikpamja e analizës politike? Shihet, zoti Rafael, se ky është një koalicion për interes personal, ma shumë se sa për interes të shtetit. Duket se është një koalicion artificial. Dy këta kryesorët kandidatët që janë njëri për kryeministër dhe tjetra për president e Zonja Vjosa, Osmani, kanë interesat e veta personale ma shumë, dyja palë kanë dalë nga një situatë pak e kënaqshme, zoti Abdigjiku me pak kënaqësinë brenda partisë vet, me përqamje të ndryshme, ndërsa zonja Osmani pas mosmarrëveshjeve dhe ndarjes me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin. A mendoni se mund të marrë të fitojnë ndonjë pikë nga ky farsoj koalicioni LDK-ja? Mund të fitojnë, mirë po votat cilat do të fitojnë janë të kufizuara. Arsyeja kryesore është se Presidenti Osmani, në kombinim me kryeministrin Kurti, kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshëm gjatë pas 5 vjeçarit kaluar, dhe ajo ka marrë përpara më shumë vota sepse ka qenë një kombinim me kryeministrin Kurti. Prej ndarjes nga ajo fatkeqësisht që jemi edhe dëshpëruar me të, gabim pas gabimi me deklaratat e sajna, me paraqitjet e sajna ka shkaktuar, kështu që gradualisht gjatë kësaj kohe brenda këtyre disa muajve i ka humbur shumë autoriteti dhe respekti i votuesve për të. Dhe kur të vjen puna për me vendos, ajo ka ende respekt, ende ka njerëz që besojnë në të që mundet me dhënë më shumë për Kosovën. Edhe unë mendoj që ajo mundet me dhënë më shumë për Kosovën, por në këtë moment kryeministri Kurti është shumë më i rëndësishëm për Kosovën se sa presidenti Osmani. Ajo ka qenë një promovuese e mirë e produktit që ka krijuar zoti Kurti. Kështu që ajo me kombinim me zotin Abdigjiku nuk kanë vlerë të madhe elektorale, sepse zoti Abdigjiku konsiderohet si i kapun nga oligarkët, edhe i influencuar nga disa element ndërkombëtar që s'po duam ja u përmend emrin, që nuk punojnë të mirë të Kosovës. Ata janë në kombinim përfaqësojnë interesat e Serbisë të Amerikës, ta jam ka flasim për përfaqësues amerikan ish diplomat, dhe lidhja edhe e Abdigjikut, po edhe opozitës në përgjithësi me atë diplomat është shumë lidhje e dyshim, shumë lidhje e keqe dhe rrezikshme për Kosovën. A mendoni se shumatorja Osmani plus LDK do t'i shtoj vota LDK-sve? Domethënë, prania e Osmanit aty i shton vota LDK-s, apo shihet si një hap i dytë mbasi të kaloj faza e parë, po të përsëritet situata e rizgjedhjeve të presidentit, ai të jetë kandidatja potenciale që bashkon 2 palët sipas këndvështrimit LDK-s që e bëri dhe nga fundi
i diskutimeve për zgjedhjet e kaluara të presidencës? Realiteti është se mund të shtohen një pjesë e votave të disa, sidomos të disa antarëve të Lidhjes Demokratike, rrugovista, të cilët kanë qenë dëshpëruar gjatë gjithë kësaj kohe dhe shohin një shpresë të zonja Vjosa Osmani që do të sjellë diçka në frymë të re, tash të quajtur rrugoviste në LDK. Mirë po, nga anën tjetër ka shumë pak kënaqur edhe numri i votave që mund të fitohet, mund të zvogëlohet nga një anë tjetër nga antarë që janë të pakënaqur me bashkimin e këtyre dyve për interesa personale, që konsiderohet në mënyrë të përgjithshme nga gjitha anë, nga shumë me opinionistë, mendimtarë, se këta po shihet që janë bashku për interesa personale. Tashti, afati është shumë i shkurt, prandaj ajo ndoshta edhe ka bërë një gabim që është orientuar në këto zgjedhje. Mirë po, problemi është se qëllimi ka qenë që t'ja zvoglojnë votat kryeministit Kurti dhe të shkojnë në zgjedhje të lira, sepse kanë shpresuar që ajo do t'ja zbret votat në mënyrë dukshme zotit Kurti, që nuk do të ndodhë. Kjo është një gabim i madh, sidomos i Lidhjes Demokratike të Kosovës në krye me Abdi Xhikun, një gabim që ka mi kushtu shumë. Unë shpresoj që pas humbjes së këtyre zgjedhjeve, sepse ata janë edhe shkaktarët kryesorë që po shkojmë zgjedhjet të reja, të parakoshme, të panevojshme. Domethënë, Lidhja Demokratike është fajtori kryesor me zonjën Vjosa Osmani, e cila e dha shpresë atyre që do të përfitojnë diçka shumë edhe do ta ndalojnë Kurtin në mënyrë, do ta kontrollojnë apo diçka në çat mënyrë, sepse normalisht që kryeministri Kurti edhe vetvendosja do të qëndrojnë me vota larg, edhe në variantën më të keqe ata do të jenë përmi 37%, nga kupton. Kështu që nuk ka mundësi që këta të ndikojnë në shumë në dobësimin e kryeministit Kurti, por unë mendoj se e mashtru dhe do ta shohin, sepse do të marrin një dënim të madh nga populli. As fare hiç nuk ka qenë nevojshme që të mbahen këto zgjedhje. Kryeministri Kurti ka pas përmi 51%. Zonja Vjosa Osmani ka mujt pret pak kohë, nuk ishte kiameti që në zgjedhjet e ardhshme ose në kombinim me LDK ose të krijojnë një subjekt të re, dhe atë që kanë deklaruar që do të ishte mirë për Kosovën, që të bashkohet e djatëta. Ne kemi nevojë për një të djatë të fortë, e cila i kundërvihet kryeministrit Kurti dhe partisë tij vetëvendosje, që të konsiderohen të majtë. Mirë po, për këtë kohë të shkurt, për këto interesa, me qëndrime gabueshme, me sharje, pa pik plan programi, fatkeqësia është që edhe zonja Osmani në vend se të sjellë një frymë të re në LDK, të kufizohet nga kritikat e panevojshme, nga egzagjerimet, ajo prej momentit kur e shpërndau parlamentin, që ishte një gabim trashanik, ato e tregoi edhe gjykata kushtetuese, prej atij momenti e deri sot ajo gradualisht secila deklarate e saj ka qenë me më e keqe se tjetra. S'mundësh që me fol ke punu 5 vjet me kryeministrin Kurti bashkë, keni arrit rezultate të jashtëzakonshme, vetë ka thonë ajo që rezultatet janë të përbashkëta, edhe pse përbashkëta në atë kuptim që Kurti e ka kriju, ka forcu Kosovën, ndërsa ajo ka përfaqësuar mirë. Domethënë ka qenë një kombinim i jashtëzakonshëm, e pastaj mas 5 vitësh, me që s'ka për arsyna që ne tamam nuk i dim, po disa edhe i dim, ata i dim më mirë ata dy, nuk e ka propozu, do të nuk e ka nominu për prezident, dhe tash mbrënda nate, kryeministri Kurti, edhe çdo gjë që ka bërë ai gjatë 5 viteve na qenë kanë këshia, dhe ajo e paraqet vetëm si ajo ka qenë gjatë kësaj kohe personi i cila ka mbajt Kosovën, dhe Kurti ka qenë çdo gjë gabim, ndërsa ajo çdo gjë mirë, ka mbrojt Kosovën, ka paraqit mirë. Kështu që ajo po punon kundër vetvetes. Do të thonë, kundrej asnjë rezultati të jashtëzakonshëm historik, cilën e kanë arritur bashkë me Kurtin, në vend se të orientohen nga e ardhmja, bise tregon çka mundet me lidhjen demokratike në koalicion, çka mundet me ofru Kosovës dhe votuesve për të ardhmen, ajo orientohet, jo më ka thonë Kurti s'duhet më bë bën stili, jo duhet me kërku që ra prej bën stilit, jo ka thonë Kurti kështu, jo ka thonë ashtu, gjona që një presidentës nuk i kanë hije ti flet, sepse ato nuk e damtojnë Kurtin, mundën me damtu
por populli e ka kuptu tash nuk e damtojnë në vot as pak, mirë po e damtojnë Kosovën. Si e vlerësoni partin tjetër, PDK-n, edhe AK-n të tjera? PDK-ja, ose do të mbesin aty ku kanë qenë, ose do të vinë. Nuk kanë, as ata në programet e tyre, as gjatë re s'kanë ofru gjatë kësaj periudhe, sidomos PDK-ja me disa eksese që u krijun të panevojshme, me qëndrimet e tyne, me sharjet e tyne, deri diku edhe AK-ja, kështu që AK-ja do të bjen pak ndoshta, ose do ta amon atë nivel, por asgjë nuk pritet prej tyre më shumë. Nuk pritet më shumë, sepse nuk i kanë ofru votuesve as Kosovës, as gjatë të re, bile është rrezik, sepse ata ende në krye kanë atë dëshirën e tyne për marrëveshje me Serbinë, për korrigjim të kufive, ata me jetojnë ende me ato ëndra se një qëndrim i tillë ka qenë shumë i mençëm, se do të merreshin vesh me Serbinë, edhe do të zgjidhej problemi përgjithmonë me Serbinë, kështu që ata ende kanë në kokë atë qëndrim, derisa edhe LDK-ja, shumë anëtar të kryesisë LDK-s bojnë deklarata që minoritetit serbin ka i mohohen drejtat. Këto janë gjëra që ata kanë humbur shumë gjatë gjithë kësaj periudhe. Në vend se të krijojnë, të bëjnë diçka, vizion, të bëhen më të mirë se kryeministri Kurti dhe opozita, ata si opozit kanë qenë më të këqij. Domethënë kanë dështuar komplet si opozit. Çdo asnjë gjë të re, vetëm kritika kundër Kurtit. Po ti, okay, pas ka punu ai keq, po tregon aty ç'është duhet me punu mirë. Tregoni andeni ju, a është dasht që të hiqen strukturat paralele. Tregonani. A është dasht të hiqen banditat, a është dasht të njëjtit Radojqiqi prej Kosovë, apo është dasht të lindrit të lihet dhe bashkëpunohet me ta. Ata nuk e japin përgjigjen, mirë po e kritikojnë Kurtin për një gjë që edhe budalla e sheh, që është diçka, një rezultat i jashtëzakonshëm. Veriu i Kosovës është, zoti Rafael, kjo është fakt. Me datën 3 shkurt të vitit 2000, 7 muaj pas arritjes së lirisë së Kosovës, veriu i Kosovës, prej urës Ibrit, prej lumit Ibër e në lart, është riokupu nga Serbia në marrëveshje nga bandat serbe, në marrëveshje me forin francez dhe me pëlqimin e udhëheqësve të atëhershëm në kryemëthaqen të Kosovës. Gjatë gjithë kësaj periudhe ata kanë bë përpjekje prej vitit 2000 deri në 2021, kur ka ardhur Kurti në fuqi, ata vetëm kanë bë përpjekje se si të realizohet që populli mos të ngritet në revolt. Do me thonë, gjitha bisedimet e tyne, çdo gjë me ato asociacione, me rishime ndaj Serbisë, përpjekjet e tyne non-stop kanë qenë që ta gjejnë mënyrën çu ta realizojnë ndarjen e veriut. Mirë po, me ardhjen e kryeministrit Kurti, në vitin 2021, filloi procesi i kthimit të veriut në kuadër të shtetit të Kosovës, aty ku edhe ka vendin me shekuj. Prej 2021, me gjitha veprimet që i ka ndërmarrë qeveria Kurti, e përfaqësuar mirë në ndërkombëtarisht nga zonja Osmani. Nuk do të them që ajo ka punuar keq atëherë, tash ka punuar keq. Gjitha këto veprime të kryeministit Kurti, gjatë gjithë kësaj periudhe që mund votimet, pastaj posta, pastaj dinare, janë aq shumë, edhe do të thonë shkatrimi i strukturave paralele, edhe largimi plotësisht i bandave nga veriu, kanë rezultuar dhe kanë kulminu me 23 shtator. Të vitit 2023 është bërë çlirimi i dytë i veriut të Kosovës. Falë që veprimeve trimëruese të shumë të guximshme të kryeministit Kurti me bashkëpunëtorët e tij dhe tashi veç edhe ta përfundim. Do të thonë, nëse ti më hon këtë farë arritje si opozit, në vend se të thush po ka rrit Kurti, ka bërë shumë, po duhet të më shumë, apo kupton? Do të thonë, nuk ka bërë tamam, me gjetë aty vrejtje ku ka bërë tepër në një lëshim ndaj serbëve që të panevojshëm. Me gjetë elementa që Kosovën ta bojnë edhe më të fortë se shtep, këta e kritikojnë s'ka bërë kur gjo, e ka prish Kosovën, na ka prish në Serb, Vučići është i lënue, Serbt janë burra të mirë, ata janë burra më të mirë se sa Kurti, ma kollaj me ta na mundën me bashkëpunu se sa me Kurtin, këto janë
vepra shumë të ulta, edhe populli këto i sheh. Këta s'po kuptojnë se nuk është më koha kur kanë mujt me mashtru popullin.